Cilësia dhe sfidat e arsimit në nivel vendor ishin në fokus diskutimeve gjatë konferencës së zhvilluar në Shkodër. Konferenca vinte në kuadër të javës së mësuesit si një hapësirë reflektimi dhe bashkëpunimi për përmirësimin e cilësisë së arsimit në nivel vendor. Drejtoria ZVAP Shkodër Brisile Kadia tha se në fokus diskutimeve janë sfidat me të cilat përballemi. Kjo sotmja është një konferencë arsimore, që është quajtur konferencë arsimore dhe jo konferencë shkencore dhe jo pa qëllim. Vjen në vazhdim në aktiviteteve në kuadër të festave të 7 marsit. Sigurisht 7 marsi është një moment për të festuar dhe për të gëzuar, por është edhe një moment për të reflektuar edhe për të diskutuar sfidat me të cilat përballemi në përditshmërinë tonë, qofshin drejtues, mësues apo komunitet prindërish. Konferenca e sotme është e konceptuar njësoj si një konferencë shkencore, e ndarë me panele në të cilat tematikat që do të diskutohen janë tematika në lidhje me leadershipin, gjithëpërfshirjen, por kemi edhe tematikat të tjera në një panel tjetër. Çdo abstrakt i dorëzuar është vlerësuar nga një komision i cili ka verifikuar nëse është plagjatur apo nëse është e bërë me ChatGPT. Pra është në trajtën e një konferencë të mirëfillt shkencore. Ajo çka ne synojmë në fakt është sigurisht të gjithë së bashku zbatojmë politikat kombëtare, por vështirësitë, sfidat edhe sukseset janë në fakt edhe pak në kontekstin lokal për të diskutuar dhe për të ballafaquar. Dhe synimi i kësaj konference ky është. Nga ana tjetër, sigurisht synojmë që këtë konferencë ta kthejmë edhe në një traditë që nga viti në vit ta pasurojmë edhe me panele të tjera diskutimi dhe me problematika të tjera që dalin në implementimin e politikave qendrore në nivel vendor. Sfidë vazhdon të jetë gjithëpërfshirja, për ne është shumë e rëndësishme që të vazhdojmë të ofrojmë shërbim arsimor për të gjithë nxënësit në mënyrë të barabartë. Kemi probleme të leadershipit, sigurisht kemi leadership që është shumë motivues dhe promovues për komunitetin e prindërve, por edhe për stafet drejtuese, por sigurisht kemi leadershipe të cilat kanë nevojë për përmirësimin gjatë punës së tyre. Dhe konferenca këtë synon të bëj. Ne nuk synojmë të idealizojmë asnjë arritje dhe asnjë sukses, sigurisht edhe ato kanë vlerën e tyre, kanë hapësirën e tyre për t'u vlerësuar, për t'u promovuar. Kjo e sotmja shërben për të përballuar të gjitha sfidat që ne hasim në përditshmërinë tonë. Në këtë konferencë merrnin pjesë përveç drejtuesve të shkollave edhe drejtues të institucioneve të ndryshme në Shkodër.